Jeni kryeministri i parë ndoshta që po na vjen me na vizitu si familje. Jemi shumë mirë njohur për shkak të vizitë. Qysh kemi dëgju prej shokëve të vetë, në kohë ne kemi qenë shumë të vegjël. Në vitën kur është rrethu Jabllanica me 2 gusht, është ofenziva e parë në Jabllanicë, dhe babi ka qenë në një vend që quhet Pika e Shqiponjës, është quajt me Kolinov 12.7 mm, është lajmëruar në radiolidhje që tërhiqet, pasi që vetëm Gjandarmeria Serbe e ka marrë katunin dorë, është lajmëruar me radiolidhje të tërhiqet, ka refuzuar tërhiqjen edhe që shtojnë shokët e vetë në radiolidhje është përgjigj kështu, ka thonë për pa shkel në trup tamin, nuk mundën me shkel në fshat Manda. Ne kemi gjithë respektin edhe mirënjohjen për dëshmorët e kombit, të cilët ranë heroikisht në luftën shqiptare, pa të cilën nuk kishte ndodhur çlirimi i Kosovës, pa të cilën nuk kishte ndodhur intervenimi i NATO-s, dhe pa të cilën nuk do të ishim këtu që të takohemi, të flasim lirshëm e të mund të diskutojmë për përparimet e Kosovës. Shumë gjithë bashkë edhe ju.